dhe më thënë bëhet fjalë për një aktivitet i cili sot po bëjmë 16 vite që e kemi filluar, do thotë bëhet fjalë për aktivitetin, ose mund ta quajmë si një lloj festivali ura me triharqe, të bashkuar në këtë urë. Urat janë ata të cilat bashkojnë njerëzit, ura është ajo që bashkon kulturat, bashkon lumej, qytete. Në këtë rast, ky aktivitet ura me triharqe na ka bashkuar Tetovën, Prishtinën dhe Tiranën. Bëhet fjalë për Fakultetin e Arteve, ku Fakulteti i Muzikës, i Pikturës dhe i Dramës. Domethënë, sot e 16 vite ne kemi këtë aktivitet, po sot ishim në Prishtinë dhe kaluam çaste të bukura. Kalojmë tek Rona, pianiste, si ishte emocioni sotëm, po besoj është hera e parë apo jo për juve që merrni pjesë? Unë aktualisht jam në vitin e 2 të studimeve në piano, edhe është hera ime e 2. Do me thënë, këtë eksperiencë përjetuam edhe vitin e kaluar në Tetov, që ishte një organizim shumë i bukur. Është kënaqësi që të kemi bashkëpunim, raportet krijojmë bashkë edhe me fakultetet tjera, do me thënë Universitetin e Prishtinës dhe të Tiranës. Edhe këtë vit e përjetuam eksperiencën edhe këtu në Prishtinë, që ishte një eksperiencë shumë e bukur. Eksperiencë e bukur dhe si u pritën? Shumë mirë, organizimi është i mrekullueshëm, e presim edhe ditën e nesërme, që besoj do kalojmë shumë mirë. Kalojmë tek Lulesa, violiniste, si kaluat sot, çfarë luajtët sot për ata që patën mundësi edhe ta ndjekin këtë koncert? Ne kaluam me të vërtet mirë, luajtëm një pikë nga i madhi Mozart, një dua për violë dhe violin me kolegën time Zulen. Për mua është viti i tretë që marr pjesë në këtë, le ta quajmë një manifestim ndëruniversitar artistik. Kam qenë në Tiranë vitin e parë, të dytin në Tetov dhe tani në Prishtinë. Emocionet janë të shumta për arsye se, siç e tha dhe Rona, bashkohen 3 universitete edhe dëshmojmë që nëpërmjet artit ne shprehim vlera, promovojmë vlera, së bashku edhe tregojmë se arti mund të na bashkojë edhe për te kufive. Me të vërtetë, arti muzika bashkon. Florentina, ti je ndoshta shembulli këtij bashkimi, meqense ju vini nga Vitia dhe studioni në Tetov, sot jeni solo këngëtare dhe sot keni pasur pjesën tuaj natyrisht në këtë pjesë të këtij aktiviteti, të këtij koncerti. Si kaluat dhe na shpjego pak edhe si është t'jesh studente në Universitetin e Tetovës? Kisha shumë kënaqësi me qenë pjesë e ura me triharqe, edhe pse ku mor pjesë edhe më herët, pasi që unë jam viti 4, absolvente. Që i bie do të diplomosh këtë vit? Do të diplomoj. Kjo është shtëpia ime e parë në Kosovë normal, kurse në Tetov e kam gjetë shtëpinë tam dytë, që falenderoj sidomos profesorat shumë, pashtu edhe mentorën time Besiana Mehmeti, që kam gjithmonë një shtyll shumë përpara, që i them edhe studentëve tjerë që mos ngurrani edhe aplikoni në Tetov se ja vlen. Ja vlen, patjetër. Profesor, si shkojnë studimet atje, ndoshta edhe për të parë edhe ata që mund edhe të jenë të interesuar të vazhdojnë studimet në Tetov? Studimet në Fakultetin e Muzikës, konkretisht, po edhe në gjithë Universitetin e Tetovës, janë studime 4 vjeçare, që është një përparësi shumë e mirë. Studentët e arshëm të cilët mund të vinë, ne i ftojmë nga Kosova të na vinë atje, nga se të lidhim një urë bashkëpunimi, do të përfitojnë dije, do të përfitojnë natyrisht edhe një studime 4 vjeçare me 240 kredi, do të përfitojnë një diplomë e cila do të jetë pranuar ndërkombëtarisht, që ka shumë rëndësi edhe kjo. Do të thotë, njëkohësisht edhe do të shkëmbejmë kulturat ndërmjet të 2 vendeve. Ne ju garantojmë sukses, ju garantojmë mbështetje. Për këtë e dëshmojmë edhe përmes studentëve tanë, të cilët janë të shkëlqyer dhe gjithmonë ju rrim në mbështetje. Si shkon shembull të interesohem unë shembull dua të jem pianiste. Si shkojnë hapat? Po hapat në fund të gushtit, fillim të shtatorit, faktikisht kemi afatet e provimeve, janë afatet e provimeve pranuese. Do të thotë është afati i parë, afati i dytë, afati i tretë, dhe natyrisht studentët e cilët vinë në muzikë paka shumë janë të përgatitur nga shkolla e mesme e muzikës. Domethënë, nëse juve apo dikush tjetër do në piano, besoj se duhet të ketë qenë në shkollë mesme të muzikës në piano. Kemi nisur me media, kështu që.
Na fol pak Rona për drejtimin tënd. Ju tha që jeni në vitin e dytë, si shkojnë studimet? Unë jam me fatës pari, mendoj gjithë që kemi profesor në fakultetin tonë që jam me vlera shumë larta. Kalojmë shumë mirë, po gjithashtu shembulli kryesor i drejtimit tim, që do të thënë jam në piani, instrumental është profesori Shkëlzen Baftiari. Unë hapat e parë kam marrë që në klasë të parë, kam vazhduar shkollën e mesme të muzikës në Tetov dhe tash jam domethënë në Universitetin e Tetovës. Është eksperiencë e bukur, sakrificë shumë, nuk është ndoshta si gjitha drejtimet tjera që janë ndoshta pak më ndryshe, kërkon punë, përkushtim, lodhje, në fund ndonjëherë edhe dështim, po është diçka e veçantë, e bukur dhe besoj se do e kisha zgjedhur përsëri nëse do Për që është normalisht edhe gjitha sfidat janë rrugë drejt suksesit, Rona. Na tregoj cili është pianistja apo pianistja juaj e preferuar. Më intereson shumë ta di. Ata janë shumë, po si thash, së pari atë shembullin kryesor e kam profesorin tim Shkëlzen Baftiari, po pastaj kemi edhe pianist botror, për shembull Juza Wang. Kur e se atë, normal që inspirohesh edhe pse ajo është me vlera shumë ndaja, po ka edhe shumë të tjerë, po sfundmi sidomos e ndjek shumë Juza Wang. E qartë, edhe pse ndoshta profesor studentët nga Shqipëria, nga Kosova, nga Tetova, pra nuk është që është dëshmuar edhe me yje ndërkombëtar që i kemi tashmë figura që janë shqiptarë dhe që kanë shkëlqyer në arenën ndërkombëtare vazhdimisht, pra janë ndoshta ai shtyni përpara kështu që t'i ndjekin ëndrat e tyre. Gjithsesi, stafi i fakultetit ton është i shkëlqyer, janë emra për shembull si Hana Bativukur, e cila është profesoresha e Lulesës, është profesoresha Besiana, është profesor Shkëlzeni, është profesor Blerimi, që nuk e kemi vajzën këtu në viol, domethënë është profesor Fatos Lumani, Shkëlzen Pajaziti dhe shumë të tjerë që për momentin s'po më kujtohet, Selami Kolonja, Teuta Halimi, janë emra të cilët kanë dëshmuar dhe kanë dhënë shumë në kulturën dhe artin shqiptar. Kështu që gjithsesi këta kanë profesorë të shkëlqyer, po edhe ne krenohemi kur kemi student të mirë. E qartë, kalojmë pak tek Lulesa për na folur pak për violinën. Si shkojnë studimet në fakultet? Studimet po ecin shumë mirë, them drejtën, edhe pse është me të vërtet një instrument shumë i vështirë, do shumë kohë për kushtim, mirë po me punë arje gjithçka, edhe falë mbështetjes që e kam pasur edhe në shkollë të mesme me profesorin Shkëlzen Pajaziti, që e falenderoj gjithmonë dhe jam gjithmonë mirënjohëse për gjithë mundin dhe sakrificën që ka dhënë për mua, por gjithashtu edhe për profesoreshën time tani që e kam në fakultet, profesoreshën Siana Badivuku, i cila jep shumë mund dhe shumë përkushtim që të më ngrit në nivelin sa më lartë dhe të mi forcoj ato bindjet ose ato synime që kam unë ndaj violinës. Për shkuar drejt ëndrave tua. Ëndrave të mia. Do ta bëj pyetjen e njëjtë që ja bëra Ronës, cila është violinisja juaj e preferuar që dëgjoni më shpesh dhe që ndoshta ju inspiron? Them drejtën ka shumë edhe nuk duhet përkufizohem te një ose dy, dëgjoj shpesh Sheila Rihan, më pëlqen performancat dhe virtuozitetin që e tregon nëpërmjet koncerteve të saj. Po kam qejf të eksploroj dhe të shoh nga zhanre të ndryshme, qoftë nga baroku, romantizmi, edhe klasicizmi, po për zemër më shumë e kam pjesën romantike, romantizmin, edhe dëgjoj nga plot kompozitor që të marrë prej secili teknikat ndryshme. Merr prej gjithve nga pak edhe më pas edhe transmeton ashtu. Shumë bukur. Florentina, për ty si shkojnë studimet, ju thatë që jeni drejt diplomimit, jeni në vitin e fundit, urimen. Është në fakt sukses i madh ti përfundosh studimet, solo këngëtare, si është në fakt ky drejtim? Është shumë ndjenjë mirë dhe mendoj që nëse ki përkrojën, sidomos prej familjes, po edhe prej profesorëve, edhe prej mentorit që t'jap, sidomos one që e kum pas profesoreshën Besiana, u ka një përkrojë shumë e madhe, pasi që teknika komplet si e zërit lyp kogja përpunime, edhe nuk e di saktë apo di sa del prej shtëpisë edhe sa kthehesh, se provat, ki angazhime tjera, koncerte, ama për mu nëse kisha thonë, a kisha hy edhe njerë, e kisha provu. Cila është këngëtarja jote e preferuar? Unë gjithmonë kom shumë nga këto këngët popullore të lehta të vjetra. Pëlqejnë këngët popullore? Edhe Necmiye Pagarusha, Bilbilion,
Nezmie Hoxha e tjera. Ikona të muzikës. Natyrisht, unë nuk është se dua të flas shumë për muzikë, sepse nuk di edhe shumë të ndalem, se është një prej, si themi, pasioneve më të mëdha që i kam edhe, mundohem edhe përmes emisionit ta transmetoj kështu, po pse edhe po dallohet. Profesor, Fakulteti i Muzikës në Tetov, që prej cilit vit është themeluar? Është nga themelimi i Universitetit të Tetovës, do të thonë kemi edhe Fakultetin e Muzikës, nga diku 94, nga i moment tek ne kemi pasur shumë student, të cilët një numër i madh i tyre kanë kry drejtimet instrumentale dhe një pjesë e tyre sinqerisht kanë ecur, janë për filharmoni të MÇN-së dhe në vende tjera. Një pjesë e tyre kanë dalë edhe jashtë vendit. Kështu që është një numër shumë i madh, të cilët edhe ne krenohemi me ta, po edhe ata besoj se duhet të krenohen me punën që ne jemi munduar të bëjmë në fakultetin tonë. Maria folet për një periudhë kur Kosova ka qenë edhe në periudha të errta, pra përfshirë edhe atë periudhën para luftës, edhe të pas luftës ka pasur edhe profesor nga Kosova që kanë ardhur për të punuar atje. Unë në 96-ën kam diplomuar, se jam student i Prishtinës, kam qenë edhe nxënës në shkollë mesme të muzikës Prishtinë, edhe në Fakultetin e Muzikës Prishtinë. Nga 96-a jam aktiv në Fakultetin e Muzikës në Tetov, po të gjithë profesorët e mi të cilët i kam pasur këtu, Rafet Rudi, Fari Beqiri, Bari Mulliqi, Bari Qela, po i përmendi tash do sa do një mund të harroj. Po të gjithë profesorët të cilët i kemi pas këtu kanë qenë edhe kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm edhe në Tetov. Njëkohësisht kemi pasur edhe profesor nga Tirana, do të thonë të cilët kanë dhënë kontribut në Fakultetin e Muzikës, nga se ne hapat e parë natyrisht nuk është dashur kohë për të krijuar kuadri, për të krijuar ai staf. Kemi pasur edhe emra të rëndësishëm edhe nga Shqipëria, Kastriot Tushën, Isak Shehun, Zana Shuteriqi, dhe shumë tjerë, se tash po edhe Vasil Tole, po janë shumë emra Milto Vako dhe shumë njerëz emra të rëndësishëm të artit në Shqipëri dhe nga Kosova. Kështu që pa mbështetjen e këtyre profesorëve, ne nuk do kishim pas mundësi ta ndërtojmë Fakultetin e Muzikës, realisht. E qartë. Përveçse sa student janë në Fakultetin e Muzikës? Në Fakultetin e Muzikës tani kohëve të fundit ka një rënje të vogël, natyrisht, po diku 5-6-10 është në total numri. Po në muzikë kuptohet numrat janë të kufizuar. Nuk pranohet më shumë se 10-15 student, nga se është profili, nëse ka shumë student duhet të ndahen në grupe. Pastaj drejtimet instrumentale janë shumë individuale, më shumë se 2 student ose 3. Ne mund edhe t'i pranojmë, por pastaj ato duhet t'i shpërndajmë në për grupe, në për klasa individuale, në fakt, jo në grupe. Dhe kemi një rënje realisht kohëve të fundit, po kjo rënje nuk është nuk është mirë, nga se një pjesë e madhe e të rive tanë kanë lëvizur jashtë vendit, një pjesë kjo është numri, kjo rënje është edhe në gjithë Ballkanin, jo vetëm në Tetov. E çfarë më intereson shembull të di është që normalisht për të qenë violiniste e mirë, për të qenë pianiste e mirë, duhet patjetër të kesh studime të kryera, pra për të arritur më mirë këtë profesion. Po për këngëtar, a vlen e njëjta, zotri Idrizi? Po ja, kemi edhe solo këngëtarë, gjithsesi vlen e njëjta, kemi këngëtarë të cilët profilizohen, janë solo këngëtarë. Ata më shumë profilizohen drejtimit të solo këndimit, jo këngëtarë të muzikës popullore, kështu natyrshëm që lind si këngëtar. Është dallim ndaj një këngëtari që studion kanton dhe një që nuk e studion kanton. Mirë, po nuk do të thotë ai që nuk e studion kanton se nuk është këngëtar. Ai ka stilin e tij. Sepse ka talente. Ka talentin e tij, ka stilin e tij dhe mendoj se ka sukses. Dhe kur jemi tek aktiviteti i 16 me radhë për urën me 3 harqe, po besoj që kjo do të vazhdoj, kjo do të shndrohet në një traditë. Po kjo vetëm është bërë traditë. Dhe nuk besoj se do të ndërpritet, nga se nga 16 vjet, nga këto 16 vjetet asnjëherë nuk kemi pas ndonjë shkëputje, edhe në kohë pandemie, dhe më thënë kemi pas
një link për ta vazhduar këtë aktivitet që është një urë e cila lidh kulturën, vendet, traditën dhe mbi të gjitha bashkimin dhe shkëmbimin e ideve ndërmjet tri vendeve. Profesor, po na ndjekin me shumë vëmendje, madje po na ndjekin me shumë vëmendje edhe nga regjia dhe po më thonë që tek suksesi i këngës Saj Zezo nga Elita 5 jeni ju aty i fshehur pas këtij suksesi. Pra këta studentë janë shumë e fat që ju kanë juve profesor. Këngë cilat mbesin. Nuk e dija janë me fat. Unë është vërtet, në fakt e kam kënduar unë këtë këngë në 93-shin, me profesor Valtonin e kam orkestruar këtë këngë, e kam kompozuar unë, e kam interpretuar unë, tekstin e kam përpunuar nga unë, dhe më thënë është krye këput është këngë ime, nga se unë ishta një djalë i ri atëherë 22 vjeç, edhe ajo këngë pati një jehon të jashtëzakonshme, dhe të them më bëri më shumë me emër. Më pas kam kompozuar edhe shumë këngë tjera. Kam edhe shumë këngë tjera, diku afërsisht unë kam të kompozuar, të realizuar 200 këngë diku. Në qartë, muzika asnjëherë nuk ka mbetur e kufizuar, pa nuk ka qenë me ata kufit gjithmonë ka dojtë. Gjithkohës po punojmë realisht. Kohëve të fundit unë kam edhe një bashkëpunim me profesor Kastriot Tushën dhe një këngë që së shpejti do ta plasojmë në treg, në publik, një këngë Tetove Tiranë. E qartë, dhe kur se më këtheu regjia i keni fajet, më këtheu në ato këngët që i dëgjojmë, zakonisht të flas për mua. E kemi pasur një opinion, pa tjetër se do ima një opinion të fundet, e kemi pasur një diskutim kështu në punë, bashkë me kolegët, që muzika ka qenë më e mira atëherë se tash. Cili është opinioni juaj, profesor? Ka pasur ndoshta tekste më përmbajtësore, cilat edhe kanë mbetur, janë ngulitur ashtu në kujtime. Muzika edhe atëherë ka qenë e bukur, edhe tani është e bukur. Tani ka një problem tjetër që muzika ose këngët të cilët i bëjnë të rit, më shumë shifen se sa dëgjohen. Edhe mungesa e teksteve edukative është minus shumë i madh. Ndërsa përpara, faktikisht më herët, nuk bisedoheshte për një këngë që është me temë ofenduese, me temë degraduese, me nënçmim, domethënë mesazhi i këngëve tona dhe të kolegëve tanë gjithmonë ka qenë pozitiv, domethënë për ta dashur jetën, për të shkuar drejt rrugës së mbar, drejt rrugës së drejtë, drejt qëllimit të mirë. Qartë, Rona, për ty, cili është opinioni Teksa po flisnit edhe unë po e mendoja, normal ka një dallim të madh, edhe pse nuk po themi që këngët e tashme ose muzika që po krijohet tash është e keqe, absolutisht jo. Mirë po e mendoja disa këngë të cilat nga këngëtarët e sotshëm përpunohen pjesë nga këngët e vjetra. Edhe ka shumë këngëtarë të cilët e bëjnë këtë. Dhe po shet në fakt si diçka që sjell sukses. Po, e pikërisht ato këngë është ai përqendrimi më i madh i publikut. Edhe është diçka e bukur, se është ajo përzierja edhe e zhanreve të sotshme, po ashtu edhe e këngëve më të vjetra, edhe kur dëgjohet është e këndshme dhe është gjë që mua personalisht më pëlqen. E qartë, kur jemi tek lulesa, cili është opinionit në lidhje me muzikën, a më e mirë atëherë apo tash, edhe ndoshta se mua më pëlqen shumë kur e dëgjoj një këngë edhe e ndjej që është një violinë aty diku e përdorur si tingull. Me të vërtet krijon një melodi shumë të ëmbël. Violina ashtu e ka dhe timbrin, po pajtohem edhe me profesorin Verona për arsye se më para ka qenë pak a shumë njerëzit ka qenë një zhanër dy, janë fokusuar te ajo, kurse tani janë hap pak më shumë dek, le të themi, të zhanreve shumë të ndryshme, edhe kush artist si e gjen veten, ashtu edhe kompozon, ose ashtu edhe si e ndjen. Për arsye se janë krijuar shumë, ndoshta këto me tekst e kanë hub pak atë pjedestalin ose nuk duken shumë në dritë, po nuk është, mendoj që ka ende artistë të cilët komponojnë ende, edhe pse hupen pak, mirë po. E qartë, Florentina, për ty? Unë mendoj që edhe atëherë ka pas këngë shumë më të mira, po edhe tash ka vit që varet se tash ka një farë trege që ta profi ma shumë po shikohet, sa po ndëgjohet se çfarë kanë kompozu, ama mendoj që varet edhe çfarë ndëgjon. Se normal edhe tekstet prej tekstit dallon.
normalisht edhe zhandret dallojnë. Profesor, faleminderit shumë që ishe pjesë e gazetës. Uroj që të takohemi edhe vitin tjetër në edicionin 17. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë për ftesën. Unë gjithsesi ju dëshiroj juve shumë sukses. Më mbetet të përshëndes gjithat stafin tuaj pas skenës. Ju faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit Rona, të uroj shumë suksese. Ty dhe Lulesës, gjithashtu sukseset. Faleminderit shumë që ishe sot bashkë me ne. Suksese edhe Florentinës, e cila këtë vitve që edhe i përfundon studimet. Shumë faleminderit. Ju faleminderit shumë që bët këtë pjesë të bisedës, këtë pjesë të gazetës edhe me të bukur, se ndoshta edhe jemi lodhur duke i bërë ato diskutimet vazhdimisht që i bëjmë për politikë, për partitë politike, për gjuhë e për përplasjet që i kanë. Të nderuar shikues, kjo ishte gazeta